Sot do të eksplorojmë llojet e ndryshme të ushtarëve që përbënin ushtritë mesjetare evropiane, nga fshatarët e thjeshtë të thirrur me nxitim e deri te kalorësit e blinduar që dominonin fushat e betejës. Në këtë dokumentar do të zhytemi në jetët, pajisjet dhe taktikat e këtyre figurave që i dhanë formë shekujve të tërë të konflikteve dhe transformuan përgjithmonë artin e luftës në perëndim. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni një fushë të hapur diku në Evropë, në një pikë midis shekullit të 11 dhe të 15. Dielli ende nuk ka thyer plotësisht horizontin dhe tashmë dëgjohet zhurma e qindra burrave që lëvizin në errësirë. Dëgjohet tringëllima metalike e armaturave që rregullohen, përplasja e mbytur e çizmeve që shkelin tokën e lagësht dhe murmuritja nervoze e zërave që përpiqen të përmbajnë frikën. Këta burra kanë ardhur nga vende të ndryshme, mbajnë armë të ndryshme dhe zotërojnë nivele stërvitjeje krejtësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Disa janë profesionistë të luftës, të formuar që në fëmijëri për luftim. Të tjerë janë fermerë që pak ditë më parë po lëronin fushat e tyre dhe po kujdeseshin për bagëtinë. Së bashku, ata formojnë një ushtri mesjetare, një forcë ushtarake që, pavarësisht që organizimit të saj të dukshëm, i bindej një hierarkie komplekse dhe funksiononte si një mekanizëm ku çdo pjesë, sado e brisht të ishte, kishte rolin e vet për të kuptuar se si funksiononin këto makineri lufte. Duhet të shohim çdo lloj ushtari që i përbënte ato, të kuptojmë se nga vinin, çfarë vishnin, si luftonin dhe, mbi të gjitha, pse ishin aty. Sepse historia e ushtrive mesjetare nuk është vetëm historia e kalorësve të mëdhenj dhe bëmave të tyre heroike. Është gjithashtu historia e mira burrave anonim, prania e të cilëve në fushat e betejës ishte sa thelbësore, aq edhe e padukshme në regjistrat zyrtar. Janë këta burra, nga më të thjeshtët deri te më të privilegjuarit, që do të njohim tani. Le të fillojmë nga baza e gjithë kësaj strukture ushtarake, ushtarët më të shumt në numër dhe, paradoksalisht, më të harruarit nga historia. Në shekujt fillestar të mesjetës dhe shpesh edhe gjatë periudhës qendrore të këtij harku të gjatë historik, shtylla kurrizore e shumë ushtrive evropiane formohej nga njerëz të thjeshtë. Nuk ishin luftëtarë profesionistë. Ishin bujq, artizan, tregtar dhe punëtor rural, njerëz që jetonin jetët e tyre të përditshme larg fushave të betejës dhe që, kur thirreshin nga zotërinjtë e tyre ose nga vetë mbreti, linin gjithçka pas dhe marshonin drejt luftës. Kjo thirrje njihej me emra të ndryshëm varësisht nga rajoni, por parimi ishte thelbësisht i njëjtë në të gjithë Evropën feudale. Burrat e lirë kishin detyrimin të kryenin shërbim ushtarak në këmbim të mbrojtjes dhe tokave që zinin nën autoritetin e zotërinjve të tyre. Në Anglinë anglosaksone, ky sistem mori emrin fyrd, një fjalë nga anglishtja e vjetër që fillimisht do të thoshte diçka si ekspedit ose udhëtim. Fyrdi ishte një milici rajonale në të cilën çdo burr i lirë i një konteje ishte i detyruar të shërbente. Ata që refuzonin shërbimin ushtarak u nënshtroheshin gjobave proporcionale me statusin e tyre shoqëror ose deri në humbjen e tokave të tyre, duke zbuluar se si detyrimi për të luftuar ishte thellësisht i gërshetuar me pronësinë e tokës dhe me marrëdhëniet e vasalitetit që përcaktonin atë boll. Megjithatë, fyrdi nuk ishte një forcë statike. Ai evoluoi konsiderueshëm përgjatë shekujve, veçanërisht si përgjigje ndaj pushtimeve shkatëruese vikinge që pllakosën Anglinë duke filluar nga fundi i shekullit të 8. Ishte gjatë mbretërimit të Alfredit të Madh, Alfred the Great, i cili qeverisi Wessexin, Essex, midis viteve 871 dhe 899, që u zbatuan reformat më domethënëse. Alfredi kuptoi se sistemi ekzistues nuk lejonte mbledhjen e trupave me shpejtësi të mjaftueshme për të interceptuar pushtuesit e shkathët nordik. Zgjidhja që ai gjeti ishte transformimi i fyrdit nga një thirrje sporadike në diçka më të afërt me një forcë të përhershme. Ai e ndau ushtrinë në 2 kontingjente rotative, në mënyrë që gjithmonë gjysma e forcës të ishte në shërbim aktiv, ndërsa gjysma tjetër qëndronte në shtëpi duke u kujdesur për pronat dhe të mbjellat e tyre. Përveç kësaj, Alfredi vendosi një sistem prej 33 qytetesh të fortifikuara, të njohura si burës, të shpërndara në mënyrë strategjike në të gjithë mbretërinë e tij. Ky riorganizim e bëri fyrdin shumë më efikas dhe fal këtyre reformave, në më pak se 2 dekada pas vdekjes së Alfredit, pjesa më e madhe e territorit të kontrolluar nga danezët në Angli ishte ripushtuar. Por le të kthehemi te njerëzit e thjeshtë që përbënin këto forca. Në Francë dhe në perandorinë e shenjtë romake gjermane, sisteme të ngjashme të thirrjes ushtarake ekzistonin paralelisht me fyrdin anglez.
Regjistrat e rekrutimit dhe dokumentet bashkiake të shekujve të 11 deri në të 13 dëshmojnë për ekzistencën e mobilizimeve të ngjashme në rajone të ndryshme të kontinentit evropian. Në të gjitha këto lokalitete, parimi ishte i njëjtë, kur zotëria thërriste, vartësit e tij kishin detyrimin të përgjigjeshin. Dhe përgjigjeshin shpeshherë me atë që kishin në dorë. Pajisjet e këtyre ushtarëve të thirrur ndryshonin jashtëzakonisht shumë. Disa paraqiteshin me një hesh dhe një mburoj të vogël, minimumi i nevojshëm për të qëndruar në një linjë luftimi. Të tjerë vinin të armatosur me asgjë më shumë se një sepat për prerjen e druve dhe rroba të trasha që ofronin mbrojtje minimale kundër çdo lloj arme. Vetëm fshatarët më të pasur zotëronin sende si një përkrenare ose një këmish prej rrjete metalike, pjesë që për një profesionist të luftës do të konsideroheshin bazike, por që për një bujk përfaqësonin një pasuri të vogël. Shumica dërmuese e këtyre burrave luftonin me armaturë të lehtë ose, në të vërtetë, pa asnjë armaturë. Stërvitja ishte po aq e pasigurt. Regjistrat e kontive angleze përmendin ditë të rastësishme të praktikës me armë, në të cilat burrat mblidheshin për të ushtruar përdorimin bazë të heshtave dhe mburojave. Por këto ngjarje ishin sporadike dhe të pamjaftueshme për të transformuar bujqit në ushtar kompetent. Nuk kishte rutinë stërvitjeje vjetore për këta të thirrur, dhe vite mund të kalonin pa u thirrur në shërbim. Kur më në fund marshonin për në luftë, shumë prej tyre nuk kishin mbajtur kur një armë në luftim real. Pavarësisht të gjitha këtyre kufizimeve, ushtarët e thirrur shpesh përbënin pjesën më të madhe të një ushtrie mesjetare. Ishin ata që siguronin numrat e nevojshëm për të mbushur linjat e luftimit, për të mbajtur pozicionet mbrojtëse dhe për t'i dhënë vëllim një force ushtarake që, pa ata, do të ishte vetëm një grusht kalorësish dhe profesionistësh të luftës. Në betejën e Hastingsit, Battle of Hastings, e zhvilluar në tetor të vitit 1066, muri i famshëm i mburojave angleze që u përball me ushtrinë normande të Vilhelmi Pushtuesi, Illiam the Conqueror, përbëhej kryesisht nga këmbësoria e fyrdit. Këta burra, shumë prej tyre thjesht fermer dhe artizan, mbajtën pozicionet e tyre për orë të tëra kundër sulmeve të përsëritura të kalorësisë normande. Një demonstrim i jashtëzakonshëm qëndrueshmërie për një forcë të përbërë kryesisht nga jo profesionistë. Shekuj më vonë, ushtarë të thirrur në mënyrë të ngjashme ende formonin radhët e shumta në përleshje të mëdha. Në betejën e Falkirkut, Battle of Falkirk, në vitin 1298, gjatë luftërave të pavarësisë së Skocisë, këmbësoria e thirrur luajti një rol qendror në përbërjen e ushtrive. Në betejën e Courtrai, Battle of Courtrai, në vitin 1302, e njohur gjithashtu si betejë e pincave të artë, Battle of the Golden Spurs. Milicit flamande të përbëra kryesisht nga artizan dhe qytetar të thjesht mposhtën në mënyrë befasuese kalorësinë e rëndë franceze, duke vërtetuar se në rrethana të caktuara dhe me terrenin e duhur, madje edhe ushtarët pas stërvitje formale mund të arrinin fitore të jashtëzakonshme. Këta burra rrallëherë ishin vendimtar vetë, por ata ofronin diçka pa të cilën asnjë ushtri nuk bënte dot: numra. Ata mbanin linjat, përforconin pozicionet mbrojtëse, mbronin krahët dhe, kur ishte e nevojshme, thithnin goditjen e sulmeve armike në mënyrë që trupat më të kualifikuara të mund të kundërsulmonin. Pa ata, ushtrit mesjetare thjesht nuk do të ekzistonin ashtu siç i njohim. Megjithatë, ndërsa përparojmë në kronologjinë mesjetare, veçanërisht në shekujt 14 dhe 15, ky model i thirrjes masive filloi të ndryshonte. Sundimtarët filluan të mbështeteshin gjithnjë e më shumë në një kombinim të ushtarëve profesionistë me pagesë, shoqëruesve fisnik dhe mercenarëve të punësuar për të formuar bërthamën e forcave të tyre luftarake. Epoka e ushtrive të bazuara thjesht në thirrjen feudale po i vinte fundi, e zëvendësuar nga diçka më e afërt me atë që përfundimisht do të bëhej ushtria profesionale moderne. Por ky tranzicion ishte i ngadaltë dhe për shekuj të tërë dy traditat bashkëjetuan në fushat e betejës evropiane. Duke u ngjitur një shkallë në hierarkinë ushtarake mesjetare, gjejmë një kategori ushtarësh që zinin një hapësirë ndërmjetëse midis fshatarëve të thirrur dhe luftëtarëve të elitës. Ishin sershantët e këmbësorisë, burra më të besueshëm se të thirrurit e thjeshtë, ndonse ende larg majës së piramidës ushtarake. Këta ushtarë vinin nga një shtresë shoqërore modeste, por pak më e lartë se ajo e bujqve të thjeshtë. Ishin burra të lirë të qyteteve, pronar të vegjël tokash ose shërbëtor të vjetër që kishin akses në pajisje më të mira dhe që stërviteshin me rregullsi më të madhe se të thirrurit e rastësishëm. Shumë sershantë shërbenin gjatë gjithë vitit në garnizone kështjellash ose si pjesë e forcës së përhershme të një fisniku.
Kjo vazhdimsi në shërbim u siguronte atyre diçka që të thirrurit rural rrallë e kishin, përvojë praktike dhe njohje me rutinat e luftimit. Një sershant tipik i këmbësorisë mbante një heshtë si armë kryesore, të shoqëruar nga një shpatë e shkurtër ose një falcion, një te i gjerë dhe i rëndë veçanërisht efikas në luftimin trup më trup. Në kokë mbante zakonisht një kapele hekuri, të quajtur ketlehat, anët e gjera të së cilës ofronin mbrojtje kundër goditjeve që vinin nga lart. Diçka veçanërisht e dobishme për ushtarët që shpesh luftonin poshtë kalorsve të hipur ose nën muret e fortifikatave të rrethuara. Trupi mbrohej nga një gambeson i mbushur, një veshje e bërë nga disa shtresa pëllure të trashë që, pavarësisht pamjes së saj të thjeshtë, ishte befasuese efikase në thithjen e goditjeve dhe madje në ndalimin e shigjetave të lëshuara nga largësia. Disa sershant më me fat e plotësonin këtë mbrojtje me pjesë të pjesshme të rrjetës metalike, chainmail. Ajo që vërtet i dallonte sershantët nga ushtarët e thirrur, megjithatë, nuk ishte vetëm pajisja superiore. Ishte aftësia për të mbajtur formacionin në fushën e betejës dhe për të ekzekutuar manovra bazë luftimi me disiplinë dhe koordinim. Mbajtja e një linje këmbësorie koezive në presionin e një sulmi kalorësie ose gjatë kaosit të një luftimi trup më trup kërkonte më shumë se guxim individual. Kërkonte stërvitje të përsëritur, besim të shokët në krah dhe aftësinë për t'u bindur urdhrave edhe kur instinkti i mbijetesës bërtiste për t'u larguar. Këto ishin aftësi që sershantët i zotëronin dhe që të thirrurit rural shpesh nuk i kishin. Sershantët e këmbësorisë shfaqen shpesh në regjistrat e ushtrive të shteteve kryqëtare, ku luajtën funksione vendimtare si këmbësori e disiplinuar. Në betejën e Montgisardit, Battle of Montgisard, të zhvilluar në vitin 1177 në tokën e shenjtë, sershantët në këmbë luftuan krah për krah me kalorësit dhe urdhrat ushtarak fetar kundër forcave të Sultan Saladin. Kjo betejë demonstroi se si kombinimi i këmbësorisë së organizuar me kalorësinë e rëndë mund të prodhonte rezultate shkatërruese, madje edhe kundër një armiku numerikisht superior. Në Evropën perëndimore, sershantët kryenin funksione po aq thelbësore, ndonse më pak ma gjepsëse. Ruanin muret e qyteteve, shoqëronin autokolonat e taksave nëpër rrugë të rrezikshme dhe përforconin kalorësinë gjatë fushatave të mëdha ushtarake. Roli i tyre ishte kryesisht mbështetës, të mbanin linjën e parë, të mbështetnin kalorësit në sulmet e tyre dhe të kontrollonin pika strategjike si ura, kalime dhe fortifikata. Pata, kalorësia mesjetare, sado mbresëlënëse të ishte në një sulm, mbethej e ndjeshme ndaj kundër sulmeve dhe rrethimeve. Sershantët ishin themeli mbi të cilin mbështeteshin veprimet më spektakolare të luftëtarëve të hipur. Tani, le të lëm për një çast tokën me baltë të linjave të këmbësorisë dhe të kthejmë vëmendjen tonë te një lloj ushtari që, ndonse luftonte gjithashtu në këmbë, ushtronte ndikimin e tij në distanca që shumica e luftëtarëve trup më trup nuk do t'i arrinin kurrë. Po flasim për harktarët, burra aftësitë e të cilëve me harkun dhe shigjetën u bën një nga forcat më shkatërruese të luftës së vonë mesjetare. Është e rëndësishme të theksohet që në fillim se disponueshmëria dhe efikasiteti i harktarëve ndryshonte jashtëzakonisht shumë nga rajoni në rajon. Në asnjë vend të Evropës mesjetare harku i gjatë, longbow, nuk arriti të njëjtën rëndësi si në Angli dhe në Wales, Ales. Në këto toka, një sër ligjesh dhe mandatesh mbretërore krijuan kushtet për shfaqjen e një klase të vërtet harktarësh elit, të formuar që në fëmijëri në artin e përdorimit të harkut të gjatë, një armë që ishte përafërsisht sa lartësia e një burri të rritur, rreth 1,80 m, dhe që kërkonte një forcë fizike të jashtëzakonshme për t'u përdorur me efikasitet. Historia e harkut të gjatë anglez si armë dominuese në fushat e betejës daton që nga mbretërimi i Edward I cili qeverisi Anglinë midis viteve 1272 dhe 1307. Ishte gjatë fushatave të tij në Wales që anglezët përjetuan nga dora e parë fuqinë shkatërruese të harktarëve walesian, të cilët përdornin harkun e gjatë në prita dhe sulme në distancë të shkurtër me rezultate tmerruese për pushtuesit. Me pushtimin e Walesit, Eduardi i inkorporoi harktarët walesian në ushtrinë angleze dhe kuptoi potencialin që kjo armë përfaqësonte për luftën në shkallë të gjerë. Që atëherë, dekretet mbretërore filluan të kërkonin që burrat të praktikonin rregullisht me hark. Ka regjistrime se Eduardi arriti deri aty sa të ndalonte të gjitha sportet të dielave, përveç praktikës së gjuajtjes me hark, duke siguruar kështu që nënshtetasit e tij të mbanin aftësitë e nevojshme për të shërbyer si harktar në kohë lufte. Kjo politikë e stërvitjes së detyrueshme prodhoi rezultate të jashtëzakonshme për gjatë gjeneratave pasuese.
Harku i gjatë nuk ishte një armë që mund të zotërohej në javë apo muaj. Duheshin vite praktike të vazhdueshme që nga fëmijëria për të zhvilluar forcën në krah, shpatulla dhe shpinë të nevojshme për të tërhequr kordonin e një harku me një forcë tërheqjeje që mund të kalonte 60 kg. Skeletet e harktarëve mesjetar të gjetur nga arkeologët paraqesin deformime kockore karakteristike në krah dhe në shpatulla, dëshmi të heshtura të një jete të tërë kushtuar këtij arti. Fuqia e harkut të gjatë anglez nuk qëndronte vetëm në fuqinë e depërtimit individual të çdo shigjete, ndonse kjo ishte e konsiderueshme. Avantazhi i tij i vërtet ishte te vëllimi i gjuajtjeve. Një harktar i stërvitur mirë mund të gjuante midis 10 dhe 12 shigjeta në minutë, një ritëm zjarri që i shumë fishuar nga qindra ose mijëra harktar të pozicionuar krah për krah, krijonte një stuhi të vërtet predhash të aftë për të mbuluar qiellin dhe për të erësuar dritën e diellit. Ishte në luftën e 100 viteve, 100 Years' War, konflikti i gjatë midis Anglisë dhe Francës që ushtri nga viti 1337 deri në 1453, që harku i gjatë anglez arriti statusin e tij legjendar. Betejë e Kresisë, Battle of Crecy, e zhvilluar në gusht të vitit 1346, ishte ndoshta demonstrimi më dramatik i fuqisë së kësaj arme. Ushtria angleze, nën komandën e Edward II, numëronte për afërsisht 8.000 burra, nga të cilët rreth 7.000 ishin harktar. Të pozicionuar në teren të lartë, anglezët pritën sulmin e një ushtrie franceze shumë më të madhe. Francezët dërguan fillimisht shigjetarët e tyre mercenar gjenovez, crossbowmen, profesionistë të respektuar, por që atë ditë ishin në disavantazh. Një shi i papritur kishte lagur kordonet e arbalistave, crossbows, duke reduktuar rrezen dhe fuqinë e tyre. Harqet e gjata, nga ana tjetër, kishin kordon lehtësisht të heqshëm që mund të ruheshin të thatë. Kur filloi betejë, shigjetarët gjenovez, duke gjuajtur nga 3 deri në 5 predha në minutë, nuk kishin asnjë shans kundër 10 deri në 12 shigjetave që çdo harktar anglez lëshonte në të njëjtin interval. Stuhia e shigjetave ishte shkatërruese. Kur gjenovezët tentuan të tërhiqeshin, kalorësia franceze përparoi mbi aleatët e vet, duke krijuar një kaos që anglezët e shfrytëzuan pa mëshirë. Në fund të ditës, humbjet franceze përfshinin mijëra kalorës dhe ushtar. Humbjet angleze ishin minimale. Pothuajse 70 vjet më vonë, në betejën e Agincourt, Battle of Agincourt, të zhvilluar në tetor të vitit 1415, harku i gjatë tregoi sërish efikasitetin e tij. Mbreti Henry V i Anglisë, në krye të një ushtrie të raskapitur dhe të reduktuar nga sëmundjet, u përball me një forcë franceze shumë superiore. Anglezët, që numëronin për afërsisht 6.000 ushtar, nga të cilët rreth 5.000 ishin harktar, ishin në një situatë dëshpëruese. Kishin marshuar më shumë se 400 kilometra në 2 javë e gjysmë, shumë vuanin nga dizenteria dhe furnizimet e tyre ishin ezauruar. Por Henry i pozicionoi harktarët e tij të mbrojtur nga hundruri të mprehtë dhe nga tereni me baltë që shiu i natës së kaluar kishte krijuar. Kur kalorësit francezë sulmuan, kuajt e tyre u zhytën në baltë dhe harktarët lëshuan një shigjetash që e transformoi fushën në një skenë masakre. Shigjetat me maja të tipit Bodkin shponin hapësirat midis pllakave të armaturës, plagosnin kuajt dhe rrëzonin kalorësit të cilët, të bllokuar në baltë, nuk mund të ngriheshin në mpeshën e armaturave të tyre. Fitoria angleze në Agincourt u bë një nga më të famshmet në historinë ushtarake evropiane. Jashtë Anglisë dhe Walesit, harktarët ekzistonin, por nuk arritën të njëjtin dominim taktik. Qytet-shtetet italiane preferonin arkbalistat. Skandinavia përdorte një kombinim të heshtarëve dhe harktarëve. Evropa lindore, e ndikuar nga traditat e stepave aziatike, favorizonte harktarët e hipur, një teknik krejtësisht ndryshe që kombinonte lëvizshmërinë e kalit me aftësinë për të gjuajtur shigjeta në lëvizje. Harktarët anglez luftonin tipikisht me armaturë minimale, një gambezon, ndoshta një kapele lëkure ose një përkrenare të lehtë, dhe vareshin nga hunjtë e ngulur në tokë ose nga punimet e improvizuara në fushë për të mbrojtur nga sulmet e kalorësisë. Shoqërisht, ata konsideroheshin njerëz të thjeshtë, por aftësia që u duheshin vite për ta zhvilluar i vendoste në një kategori më vete, më afër specialistëve sesa ushtarëve të thjeshtë të thirrur. Le të kalojmë tani te një lloj tjetër luftëtari në distancë që luajti një rol po aq domethënës në fushat e betejës mesjetare, ndonse për arsye krejtësisht të ndryshme.
Shigjetarët e arkebalistës, crossbowmen, ushtar të armatosur me arkbalist, një armë mekanike që lëshonte predha të shkurtra dhe të rënda të quajtura viroton, bolts, ishin një prani konstante në ushtritë mesjetare, veçanërisht në rajonet urbane të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Flandrës. Avantazhi i madh i arkebalistës mbi harkun e gjatë qëndronte në lehtësinë e përdorimit të saj. Ndërsa zotërimi i harkut të gjatë kërkonte vite stërvitjeje fizike intensive, arkebalista mund të operojë me efikasitet nga kushto me një stërvitje relativisht të shkurtër. Kjo karakteristik e bënte arkebalistën armën ideale për milicit urbane, të përbëra nga tregtar, artizan dhe qytetar që nuk mund t'ia kushtonin jetën e tyre stërvitjes ushtarake, por që kishin nevojë të mbronin qytetet e tyre kundër kërcënimeve të jashtme. Në pak javë, një burr mund të mësonte të mbushte, të shënjestronte dhe të gjuante një arkebalist me saktësi të mjaftueshme për të qenë i dobishëm në një fushë betejë ose në mbrojtjen e një muri. Fuqia e depërtimit të arkebalistës ishte mbresëlënëse. Virotonët e saj, më të shkurtër dhe më të rëndë se shigjetat e harkut, godisnin objektivin me një forcë të përqendruar të aftë për të shpuar rrjetat metalike dhe, në distanca më të shkurta, madje edhe pllakat e armaturës. Kjo aftësi vdekjepruese, e kombinuar me lehtësinë e stërvitjes, e bëri arkebalistën një armë kontroverse në Evropën mesjetare. Në vitin 1139, gjatë koncilit të dytë të Lateranit, Kisha Katolike u përpoq të ndalonte përdorimin e arkebalistës kundër të krishterëve, duke argumentuar se ishte një armë shumë mizore për t'u përdorur mes besimtarëve. Ky ndalim, megjithatë, u injorua gjerësisht dhe arkebalista vazhdoi të përdorej në konflikte në të gjithë Evropën gjatë shekujve në vijim. Në situata rrethimi, shigjetarët e arkebalistës ishin veçanërisht të vlefshëm. Aftësia për të gjuajtur predha të fuqishme dhe të sakta nga pas mureve dhe mburojave të mëdha të quajtura pavises, i bënte ata një forcë mbrojtëse formidabile. Pavezi ishte një mburojë e lartë dhe e rëndë, shpesh e dekoruar me stemat e qytetit ose të zotërisë, që ngulej në tokë për të krijuar një barierë mbrojtëse pas së cilës shigjetari mund të rimbush armën e tij me siguri relative. Në shumë ekipe profesioniste, operacioni funksiononte në treshe, një burr mbante pavezin, një tjetër gjuante arkebalistën dhe i treti përgatiste një armë të dytë tashmë të mbushur, duke dyfishuar kështu shpejtësinë e gjuajtjes. Midis të gjithë shigjetarëve të arkebalistës në Evropën mesjetare, asnjë grup nuk arriti famën e gjenovezëve, mercenarë me origjinë nga Republika e Gjenovës, në bregdetin e Ligurias italiane. Këta ushtar profesionistë, të organizuar dhe të stërvitur në qytetin e Gjenovës nga korporata e balistraive, kishin frikë në të gjithë kontinentin dhe luftuan në fushata nga Spanja deri në tokën e shenjtë. Shigjetarët gjenovez fituan vëmendje që gjatë kryqëzatës së parë, kur komandanti gjenovez Guglielmo Embriaco i punësoi ata gjatë rrethimit të Jeruzalemit. Në kryqëzatat pasuese, ata vazhduan të luanin role vendimtare duke përfshirë betejën e Jafës, Battle of Jaffa, në vitin 1192, gjatë kryqëzatës së tretë. Përveç vetë arkebalistës, gjenovezët mbanin një thikë për luftim trup më trup, një përkrenare të lehtë metali, një gorget për mbrojtjen e qafës, një rrjet metalike të shkurtër dhe, natyrisht, pavezin e domosdoshëm. Ky kombinim pajisjesh i bënte ata befasues të gjithanshëm, të aftë për të vepruar si në betejë fushore ashtu edhe në rrethime dhe madje edhe në luftime detare, në të cilat Republika e Gjenovës i përdorte ata shpesh. Historia e shigjetarëve gjenovez, megjithatë, përfshin edhe episode tragjike. Në betejën e Kresis të përmendur më lart, rreth 5000 gjenovez në shërbim të mbretit francez u pozicionuan në pararoj për t'u përballur me harkëtarët anglez. Por marshimi i nxituar i kishte lënë pas pavezët dhe municionin shtesë, duke i detyruar ata të luftonin të pambrojtur. Me kordonët e arkebalistave të tyre të qullur nga shiu dhe duke u përballur me stuhinë e shigjetave angleze, gjenovezët tentuan të tërhiqeshin. Komandanti Ottone Doria urdhëroi tërheqjen, por kalorësit francez pas tyre e interpretuan tërheqjen si frikacakëri dhe përparuan mbi aleatët e tyre, duke vrarë shumë prej tyre, përfshirë vetë Dorian. Ishte një nga episodet më tragjike të luftës mesjetare, duke zbuluar tensionet fatale midis mercenarëve të huaj dhe fisnikërisë që i punësonte ata. Pavarësisht këtij dështimi në kresi, shigjetarët e arkebalistës vazhduan të ishin një forcë relevante në fushat e betejës evropiane për më shumë se një shekull. Ata plotësonin një nevojë vendimtare në ushtritë mesjetare, aftësinë për të siguruar zjarr në distancë me fuqi të lartë me një kohë stërvitjeje relativisht të shkurtër, duke u ofruar qyteteve dhe ushtrive një forcë me rreze efektive dhe të arritshme.
Le të ecim tani drejt një transformimi që ndryshoi thellësisht natyrën e luftës toksore në Evropën e vonë mesjetare. Duke filluar nga shekulli i 14, një formë e re e këmbësorisë filloi të shfaqej në rajonet malore të Alpeve, veçanërisht në kantonet zvicerane, e cila përfundimisht do të ridizajnonte ekuilibrin e fuqisë në fushat e betejës evropiane. Po flasim për pikierët, pikemen, ushtar të armatosur me heshta jashtëzakonisht të gjata të quajtura pikes, që mund të arrinin nga 4 deri në 5 metra e gjysmë gjatësi. Për të kuptuar rritjen e pikierëve zviceran, duhet të kuptojmë kontekstin në të cilin u shfaqen. Kantonet zvicerane ishin komunitete fshatarësh të lirë që, rreth shekullit të 13, kishin grumbulluar pasuri përmes tregtisë transalpine, duke ndihmuar tregtarët të transportonin mallra nëpër kalimet e Alpeve. Jetët e vështira në një klim të pamëshirshme, ku vetbesimi ishte thelbësor, prodhuan ushtar të shkëlqyer të këmbësorisë. Kur Konfederata Zvicerane u shkëput nga perandoria e shenjtë romake gjermane, kjo pavarësi tërboi Leopold I, dukën e Austrisë, i cili në vitin 1315 dërgoi një ushtri të Habsburg, për të detyruar kantonet të ktheheshin në perandori. Leopold I besonte se do të ishte një fitore e lehtë kundër fshatarëve të armatosur keq. Ajo që ndodhi më pas, në betejën e Morgartenit, Battle of Morgarten, ndryshoi mënyrën se si do të luftohej në Evropën mesjetare. Zviceranët, me një forcë të vlerësuar në rreth 1500 burra, i zun prit ushtrisë austriake prej përafërsisht 5000 ushtarësh, përfshirë 2000 kalorës, në një rrugë të ngushtë malore pranë liçenit të Egerit, Lak Egeri. Duke përdorur terrenin në avantazhin e tyre me mjeshtëri të jashtëzakonshme, zviceranët rrokullisën gur dhe trungje mali poshtë mbi austriakët e befasuar, duke krijuar kaos dhe panik në radhët armike përpara se të zbrisnin në formacion të mbyllur për luftim trup më tru. Rezultati ishte një disfat katastrofike për Habsburgët. Vlerësohet se rreth 1500 austriak humbën jetën, shumë prej tyre të mbytur në liçen ndërsa përpiqeshin të iknin, ndërsa humbjet zvicerane ishin minimale, ndoshta vetëm një duzinë burrash. Morgarteni pati 2 pasoja afatgjata. U dha zviceranëve besimin për të zgjeruar veprimtarinë e tyre ushtarake dhe rrënjosin në mendjen e komandantëve të tyre idenë se do të duhej të adoptonin gjithmonë ofensivën për të marrë rezultate të shpejta dhe vendimtare. Ndryshe nga mobilizimet e thjeshta të heshtarëve që ekzistonin më parë, formacionet e pikierëve zviceran kërkonin disiplinë rigoroze dhe koordinim të stërvitur. Pikierët nuk luftonin si individ, por si një njësi koezive, një blok i dendur heshtat e të cilit formonin një pyll majash qeliku të papërdorshëm për çdo kalorësi. Në betejën e Laupenit, Battle of Laupen, në vitin 1339, formacionet zvicerane evoluan në katrorin e vërtet të betejës, duke vërtetuar efikasitetin e tyre duke mposhtur një forcë të kombinuar kalorësish dhe këmbësorie. Katrori zviceran mund të lëvizte me shpejtësi befasuese, dhe kur sulmohej nga kalorësia, pikierët ktheheshin jashtë dhe ulnin armët e tyre, duke krijuar një formacion mbrojtës të quajtur i riq. Në qendër të katrorit, halberdiers të armatosur me alabarda prisnin për t'u përballur me çdo armik që depërtonte murin e pikave. Suksesi i pikierëve zviceran rimodeloi luftën evropiane në një mënyrë aq të thellë saqë në pak dekada, Franca, Burgundia dhe perandoria e shenjtë romake gjermane filluan të adoptonin njësi të ngjashme në ushtritë e tyre. Çdo princ i rëndësishëm i Evropës punsonte trupa zvicerane ose krijonte njësi që imitonin armët dhe metodat e tyre, si Landsknechtet e famshëm gjerman, mercenarë që kopjuan taktikën zvicerane dhe zhvilluan disa inovacione të tyre, duke përfshirë përdorimin e shpatës së madhe me 2 duar të njohur si Zeinder, e projektuar posaçërisht për të thyer dhe larguar pikat armike dhe për të hapur rrugën për njësitë e tjera që të përparonin. Armatura e pikierëve ndryshonte, por shumë përdornin përkrenare të thjeshta dhe gambezon. Elementet elit brenda formacionit. Mbanin alabarda dhe armatura më të rënda. Ndërsa pasuria e tyre ushtarake dhe ekonomike përmirësohej, pikierët zviceran gradualisht u pajisën me kaska qeliku dhe parzmore, ndonse nuk pati kur një standardizim të plotë të armaturave midis ushtarëve të thjeshtë. Luftëtarët në brendësi të katrorit vazhdonin të përdornin xhaketa lëkure ose gambezon të mbushur. Pikierët ishin vendimtarë si në sulme ofensive, ashtu edhe në pozicione mbrojtëse. Rreth shekullit të 15, formacionet e pikierëve ishin bërë stili dominues i këmbësorisë në kontinentin evropian, duke shtruar rrugën për ushtritë e famshme zvicerane dhe Landsknechtet të fillimit të rilindjes.
Epoka e supremacisë absolute të kalorësisë së rënd në fushat e betejës evropiane po I vinte fundi dhe ishin pikierët, njerëz të thjeshtë të armatosur me heshta jashtëzakonisht të gjata, që njoftuan këtë transformim. Megjithatë, rënia e pikierëve zviceran do të vinte gjithashtu, e nxitur nga shfaqja e një teknologjie të re që do të ndryshonte përgjithmonë fytyrën e luftës. Në luftërat italiane të fillimit të shekullit të 16, formacionet e pikierëve zviceran filluan të pësonin humbje shkatëruese përballë armëve të zjarrit. Në betejën e Bicocës, Battle of Bicocca, në vitin 1522, mercenarët zviceran në shërbim të mbretit francez tentuan vazhdimisht të sulmonin një pozicion mbrojtës të mbrojtur nga arkbuzierët dhe artilleria. Rezultati ishte një katastrofë e paprecedent. Epoka e pikës si armë supreme po përfundonte, e zëvendësuar gradualisht nga musketat dhe topat. Por le të kthehemi pak në kronologji dhe të kthejmë vëmendjen tonë te një kategori ushtari që përfaqësonte zemrën profesionale të ushtrive mesjetare. Njerëzit e armatosur, men at arms, siç quheshin, formonin bërthamën luftëtare të shumë forcave ushtarake evropiane gjatë gjithë mesjetës. Ndryshe nga ushtarët e thirrur ose sershantët e këmbësorisë, njerëzit e armatosur shërbenin gjatë gjithë vitit dhe stërviteshin në mënyrë të vazhdueshme. Ishin profesionistë të luftës në kuptimin më të plotë të fjalës, burra jeta e të cilëve rrotullohej rreth luftimit dhe përgatitjes për të. Disa luftonin në kal, të tjerë në këmbë, varësisht nga nevojat e fushatës specifike në të cilën ishin përfshirë. Kjo gjithanshmëri ishte një nga cilësitë e tyre më të mëdha. Një njeri I armatosur ishte I stërvitur për të luftuar në të dyja situatat, I hipur ose I zbritur, dhe aftësia e tij për përshtatje taktike e bënte atë një burim të paçmuar për çdo komandant. Këta ushtar tipikisht përdornin armatura të cilësisë së lartë. Në shekujt e mëparshëm, mbrojtja kryesore ishte rrjeta metalike, një veshje e përbërë nga mijëra unaza metali të ndërlidhura që ofronte mbrojtje të shkëlqyer kundër prerjeve dhe shpimeve. Me kalimin e kohës, rrjeta metalike u plotësua gradualisht dhe përfundimisht u zëvendësua nga pllakat e armaturës prej çeliku, të cilat ofronin mbrojtje edhe më të madhe kundër armëve gjithnjë e më të fuqishme që shfaqeshin në fushat e betejës. Armët e tyre përfshinin shpata, sapata lufte, heshta, maza, maces dhe poleakse, poleaxes, armë me bisht të gjatë që kombinonin elemente të sapatës, çekanit dhe majës së heshtës. Njerëzit e armatosur luftonin në formacione të mbyllura dhe të disiplinuara dhe shpesh shërbenin si trupa shoku. Prania e njerëzve të armatosur është dokumentuar gjerësisht gjatë luftës së 100 viteve. Ata shfaqen në regjistrat e pothuajse çdo betejë të madhe të këtij konflikti. Në Kresi, në vitin 1346, njerëzit e armatosur anglezë luftuan krah për krah me harktarët që shkatëruan linjat franceze. Në Poitiers, Battle of Poitiers, në vitin 1356, ku princi I Zi, the Black Prince, kapi vetë mbretin e Francës, John I, njerëzit e armatosur luajtën rol qendror si në mbrojtje ashtu edhe në kundërsulmin vendimtar. Në Agincourt, në vitin 1415, një taktik që u bë gjithnjë e më e zakonshme u përdor me efikasitet të madh. Njerëzit e armatosur anglezë zbritën nga kuajt dhe luftuan në këmbë, duke formuar një linjë mbrojtëse kohezive që I rezistoi sulmeve të kalorësisë franceze. Kjo taktikë e luftimit të zbritur përmirësonte ndjeshëm kohezionin e formacionit kundër sulmeve të kalorësisë, pasi eliminonte rrezikun që kuajt të hynin në panik dhe të thyenin linjën, diçka që ndodhte shpesh kur njerëzit e armatosur luftonin të hipur. Ky evolucion taktik është zbulues I një ndryshimi më të gjerë në luftën mesjetare. Ndërsa fushat e betejës bëheshin më vdekjeprurse me harktar dhe shigjetar të arbalistës të aftë për të asgjësuar kalorësinë në distancë, njerëzit e armatosur duhej të përshtateshin. Imazhi romantik I kalorësit që galopon në sulm të lavdishëm kundër armikut, ndonse nuk u zhduk kurrë plotësisht, u zëvendësua progresivisht nga realiteti më pragmatik I luftimit në këmbë, ku disiplina, armatura e rëndë dhe stërvitja profesionale ishin më të vlefshme se sa shpejtësia e një kali. Dhe është pikërisht për këta kalorës, knikës, që duhet të flasim tani, duke arritur në majën e piramidës ushtarake mesjetare. Kalorësit ishin elita absolute e ushtrive mesjetare, luftëtarët më të stërvitur, më të pajisur dhe më të celebruar të kohës së tyre. Por është thelbësore të kuptohet që në fillim se ata nuk ishin kurrë të shumtë në numër. Një ushtri tipike e mesjetës mund të nxirrte në fushë disa dhjetëra ose, më së shumti, disa qindra kalorës kundrejt mijëra ushtarëve të këmbësorisë.
Rëndësia e tyre nuk qëndronte te numrat, por te cilësia e jashtëzakonshme e stërvitjes, pajisjeve dhe rolit taktik të tyre. Rruga për t'u bërë kalores fillonte në fëmijëri. Rreth moshës 7 vjeçare, një djalë nga një familje fisnike dërgohej për të shërbyer si page në shtëpinë e një fisniku tjetër, duke mësuar etiketën, leximin dhe elementet fillestare të përdorimit të armëve. Rreth moshës 14 vjeçare, ai promovohej në shqyrtar, syre, asistent i drejtpërdrejt i një kalorësi me përvojë i cili e udhëzonte në kalërim të avancuar, luftim me armë të ndryshme dhe rregullat komplekse të sjelljes kalorësiake. Vetëm pas viteve të shërbimit dhe zakonisht rreth moshës 21 vjeçare, i riu merrte ceremoninë e investiturës që e ngrinte në statusin e kalorësit. Pajisja e një kalorësi përfaqësonte më të mirën që teknologjia ushtarake e kohës së tij mund të ofronte. Kuajt e tyre të luftës, të quajtur destriers, ishin kafshë posaçërisht të rritura dhe të stërvitura për luftim, të aftë për të mbajtur peshën e kombinuar të kalorësit dhe armaturës së tij, ndërsa galoponin kundër linjave armike. Heshta ishte arma parsore e sulmit të hipur, e projektuar për të rrëzuar kundërshtarët me goditjen e përqendruar të gjithë masës dhe shpejtësisë së bashkësisë kalorës dhe kal. Për luftimin trup më trup, kalorësi kishte në dispozicion shpata, maza dhe sapata lufte. Armatura e tij evoluoi përgjatë shekujve, nga rrjeta metalike e periudhave më të hershme deri te armatura me pllaka të plota që, rreth shekullit të 15, mbulonte kalorësin nga kokat e këmbët në një guask qeliku të artikuluar. Kalorësit formonin të ashtu quajturin element shoku të ushtrive mesjetare. Funksioni i tyre taktik kryesor ishte të thyenin linjat armike përmes sulmeve të përqendruara që kombinonin masën dhe shpejtësinë e dhjetëra ose qindra kalorësve që galoponin në formacion të mbyllur. Kur një sulm i kalorësisë së rënd godiste një linjë këmbësorie të pambrojtur, goditja mund të thërmonte një formacion të tërë në çështje sekondash. Kalorësit shfaqen në pothuajse çdo betejë të madhe të mesjetës. Në Hastings, në vitin 1066, kalorësia normande e Vilhelmit pushtues u përball me murin e mburojave anglosaksone në sulme të përsëritura që, ndonse fillimisht u zmbrapsën, përfundimisht kontribuan në shpërbërjen e mbrojtjes angleze. Në betejën e Bovinit, Battle of Bovines, në vitin 1214, një nga përleshjet më të rëndësishme të Evropës mesjetare, kalorësit e të dyja palëve ishin protagonistë të luftimeve të ashpra që vendosën fatin e mbretërive të tëra. Por pavarësisht gjithë famës së tyre, kalorësit vareshin thelbësisht nga këmbësoria që i mbështeste. Pa ushtarët në këmbë që mbanin linjat, një sulm kalorësie do të thoshte pak. Komandantët e mëdhenj mesjetar e kuptonin këtë në mënyrë të përsosur. Betejat më të suksesshme të mesjetës ishin ato në të cilat këmbësoria e disiplinuar, gjuajtja në distancë efikase dhe kalorësia e shokut u përdorën në mënyrë të koordinuar, ku çdo element plotësonte të tjerët. Shoqërisht, roli i kalorësve shtrihej shumë përtej fushës së betejës. Ata qeverisnin prona, administronin drejtësinë në tokat e tyre dhe funksiononin si shtyllat e pushtetit lokal në të gjithë Evropën feudale. Kalorësia ishte në të njëjtën kohë një institucion ushtarak, shoqëror dhe kulturor, me kodet e veta të sjelljes dhe ritualet. Turnet, garat ku kalorësit demonstronin aftësitë e tyre në luftim të simuluar, ishin jo vetëm ngjarje sportive, por edhe raste të rëndësishme shoqërore dhe politike ku forcoheshin aleancat dhe ndërtoheshin ose shkatërroheshin reputacionet. Kalorësit ishin shpesh grupi më i vogël në një fushë betejë mesjetare, por ishin padyshim më ikonikët. Imazhi i tyre, të hipur në kuaj lufte, me armatura shkëlqyese dhe flamuj në erë, është ai që më thellë është gdhendur në kujtesën kolektive kur mendojmë për mesjetën. Janë ata që dominojnë librat e historisë, legjendat, veprat e artit dhe imagjinatën popullore. Por siç e pam përgjatë këtij eksplorimi, ata ishin vetëm maja e dukshme e një strukture shumë më të madhe dhe më komplekse, të mbështetur nga mijëra burra emrat e të cilëve nuk u regjistruan kurrë, por sakrifica dhe prania e të cilëve në fushat e betejës bën të mundur çdo sulm të lavdishëm, çdo fitore të celebruar dhe çdo mbretëri të ruajtur. Është kështu që duhet t'i kuptojmë ushtritë mesjetare, jo si një koleksion heronësh individual, por si organizma kompleks të përbërë nga shtresa të ndërvarura ushtarësh, secila me funksionet e veta, kufizimet dhe kontributet thelbësore. Nga fshatarët e thirrur me nxitim që mbanin sapata druri dhe vishnin rroba të trasha, e deri te kalorësit e blinduar të hipur në destrier lufte, duke kaluar përmes sershantëve të disiplinuar, harkëtarëve vdekjeprurës,
Shigjetarëve profesionistë të arkbalistës, pikierëve inovatorë dhe njerëzve të armatosur të gjithanshëm, çdo lloj ushtari ishte një pjesë e pasvendësueshme në tabelën komplekse të luftës mesjetare. Historia e këtyre burrave, në të gjithë diversitetin e saj, është historia e vërtetë e luftës në mesjet. Nuk është një histori magjepsie dhe lavdje, ndonse këto elemente janë të pranishme. Është një histori balte, gjaku, frike dhe qëndrueshmërie. E njerëzve të thjeshtë që marshuan drejt fushave të betejës të largëta sepse zotërinjtë e tyre kështu i urdhëruan, e profesionistëve që ja kushtuan jetën e tyre artit të luftës, dhe e një epoke në të cilën fati i mbretërive vendosej nga përplasja e trupave njerëzor në rafshnalta me balë. Është një histori që meriton të kujtohet në të gjithë kompleksitetin e saj, sepse është në detajet se si këta burra jetuan dhe luftuan që gjejmë esencën më autentike të asaj që quajmë mesjet. Nëse ky udhëtim nëpër fushat e betejës mesjetare zgjoi kuriozitetin tuaj dhe ju bë ta shihni mesjetën me sy të rinj, atëherë qëllimi ynë u përmbush. Por eksplorimi nuk ka pse të ndalet këtu. Ka shumë më tepër histori që presin të tregohen, më shumë beteja për të analizuar dhe më shumë personazhe për të zbuluar në korridoret e harruara të historisë. Nëse jeni regjistruar në kanal, tashmë e dini se dokumentar të rinj si ky vijnë rregullisht. Nëse ende nuk jeni regjistruar, konsideroni ta bëni këtë tani. Çdo regjistrim i ri na lejon të vazhdojmë të sjellim narrativa të detajuara dhe të thelluara mbi temat më magjepse të historisë njerëzore. Lini komentit tuaj duke treguar se cili lloj ushtari mesjetar ju tërhoqi më shumë vëmendjen, cilën betejë do të dëshironi të shihni të eksploruar në thellësi, ose cila periudhë historike zgjon kuriozitetin tuaj më të madh. Pjesëmarrja juaj jo vetëm që na motivon, por gjithashtu na ndihmon të formsojmë përmbajtjen që prodhojmë. Dhe nëse kjo video ju informoi ose ju surprizoi, kushtoni një moment për të lënë pëlqimin tuaj. Është një gjest i thjeshtë, por që bën të gjithë diferencën që më shumë njerëz të mund të zbulojnë historitë që historia ka për të treguar. Deri në dokumentarin e ardhshëm.